kemi pa që është një interes shumë i madh prej punëtorëve për me qenë aktivisht të informuar për drejtat e tyre. Ku e majmë ne një seri të diskutime, shkojmë në vend të punës. Direkt në vend të punës, ku ndodhen? Për shembull, shumicën i majna në sektor që kanë rrezikshmëri të lartë themi ndërtimtari. Edhe në atë pikë të është që shumica për këtyre punëtorëve rrallë herë janë vizitu direkt në këtë mënyrë vetëm për tu konsultu për të drejtat e tyre. Edhe këto e vërejmë, domethënë, në teren se sa ka mungesë të madhe të informatave. Një punëtor nuk për te kontratës së punës, nuk e dim për shembull pjesën e pushimeve vjetore që i takojnë 20 ditë pushim vjetor, edhe që janë me pagesë, që i takojnë 20 ditë pushim mjekësor, prapë me pagesë, që i takojnë domethënë pagesë shtesë për orë shtesë. A kanë qenë këto biseda personale që i keni bërë me punëtorë, ku ata pikërisht kanë rrëfyer që nuk janë dieni që i takojnë pushimet? Direkt me punëtorë, domethënë këto janë dhëna që i kena marrë direkt prej punëtorëve. Ku nuk është që ju kemi thënë a e dini se ju takojnë pushimet, po bëhet si pyetje themi sa ditë pushim vjetor i keni vetë. Dikush thot numra që nuk përkojnë hiç, ose mesin të fasionuar që ditë e pushimit janë me pagesë. Ka raste domethënë që marrin pushimin por pa pagesë. Ka raste domethënë ku themi punëdhënësi thot po punëtorët i kanë 2 herë nga një javë pushim, një herë verës, një herë dimrit, edhe kur pyetet edhe punëdhënësi në këto raste sa paguhet ai pushim, mundohet që përgjigjesh pse më pagu kur nuk është duke u punu. Domethënë koncepti pushime e pagesë ka qenë njëjtë që kemi marrë në teren i diskutueshëm. Kështu që ka interes, po njëjtën kohë ka mungesë shumë të madhe të qasjes direkt tek punëtorët për informim të tyre. Çka duhet të kërkojmë ndoshta Gersit, sidomos nga institucionet, ose çka kërkoni ju faktikisht si qendër, si organizat, sidomos kur duhet mirën më me seriozitet besoj çështje të tilla. Ne ishim larg se një muaj e patëm shumë afër dhe pam një numër jo edhe aq të kënaqshëm, po themi, të protestuesve atë ditë. Është shumë shqetësuese këtë vit i kemi deri më tani nën vdekje në vend punës. Për te kontrata, për te pushime, çka është më shqetësuese është domethënë aksidentet që çojnë në fatalitet në vend punës. Dhe njëjtën kohë shumica, jo shumica, po gjitha këto aksidente janë të evitueshme. Domethënë rrëzimi nga lartësia evitohet me skele të vendosura mirë. Në këtë pjesë është goxha e rëndësishme që inspektorati për shembull i punës të rikonstituohet kompetencat e tij, sepse për momentin nëse këshyrim si institucion, nëse je si punëtor edhe ki shkelje të drejtave të tua, instanca e parë që lajmërohesh ose do të lajmërohet është inspektorati i punës. Në raste për shembull të largimit nga puna, inspektorati nuk mundet me detyru kompaninë me të rikthyer në punë. Në raste të mos pagesës themi një vit nuk e marr pagesë nga punëdhënësia, inspektorati nuk e ka kompetencë me detyru më të bë pagesa. Kujt duhet i drejtohen këtë rast? Në këtë raste kalon qytetari që dëshpërohet nga ky institucion edhe kalon në gjykatë. Gjykata rastet e shkeljes të drejta të punës marrin një kohë gjatë, 4 deri në 6 vite, kështu që dëshpërohet për herë të dytë. Mas 6 viteve nuk është që gjykata, nuk është as për punëtorin e levërdishme me thënë gjykata, ok, ke fituar rastin, mundesh më kthy në vend punës, sepse 6 vite kanë kaluar. Në rastet të aksidenteve, që është edhe më rënd, kena raste që kanë shkuar deri në 12 vite në gjykatë aksidenti ku punëtori ka humbur këmbën, edhe pas 12 viteve ka marrë një dëmshpërblim të vendosur nga gjykata, që nuk përkon hiç, domethënë me pjesën ku ti pret 12 vjet për një lloj drejtësie. Kështu që ne mendojna që është dy qasje do të ndrohen. Inspektorati i punës do të më fuqizohet me kompetenca, sepse përndryshe në atë aspekt e humb besimin e qytetarëve. Edhe e dyta është pjesa që do të kemi sindikata në sektor privat. Domethënë do të më ushty përpara, edhe kjo vjen vetëm prej vullnetit të vetë punëtorëve. Nuk mundet
dikush me imponu krijimin e sindikatave. Po do të ketë, themi, të paktën kampanja në drejtimin të shpjegohen shumë qartë që janë benefitet e sindikatës. Sepse punëtorët që nën sindikat kanë përfitime krahasim me ata që s'janë sindikat, për shembull, paga më të mëdha, kanë përfitime në benefite të ndryshme si sigurime shëndetësore. Të gjitha shkelet e drejtave të punëtorëve evitohen për shkak të rolit të sindikatës. Kështu që në këtë pikë besojmë që janë këtu dy çëse që do të ndryshojnë. Po, sa është bërë ndoshta pikërisht kur e përmendë se inspektoriati në këtë rast duhet të jetë më kompetent, ndoshta në fuqinë e tij, a janë bërë ndonjëherë thirrje ndoshta pikërisht të tilla që të fuqizohet ky institucion apo shteti gjithkohës është duke flajt, po themi. Në tërë vite, inspektorati disa prej këtyre kompetencave që i përmend në raste, domethënë kthimit në punë, kthimit të pagës, i ka praktiku derisa ka shku në gjykat një vendim e cili e ka ndalë, domethënë ja ka hequr këtë kompetencë sepse ka thënë nuk është kompetent inspektorati për të bërë këtë. Edhe më pas nuk është diskutuar fare as në nivel të qeverisë apo dikujna mungesa këtyre kompetencave, ajën të na shpitë në institucion që nëse nuk i ka kompetenca për çka ekziston pra. Sepse për një punëtor nuk është shumë e rëndësishme ideja apo dënohet kompania që nuk ja ka pagu pagën këtij ose asaj që 12 muaj, që është e rëndësishme për me u kompenzu punëtori i cili i ka vujt këto shkelje. Kështu që në këtë pjesë nuk është që është diskutuar, nuk është që është ndërmarrë diçka. Ne kemi bërë rekomandime në këtë drejtim, por nuk është që kemi parë ndonjë kthim të Që nuk ka pas reagim ose përgjigje diçka konkrete as nga institucionet në këtë rast. Jo. Për me shku përpara. Gersi jemi drejt minutave të fundit, unë do doja dhe pikërisht ndoshta edhe si një qytetare e thjeshtë e zakonshme të di se çfarë mund të bëj për shembull një qytetar i zakonshëm që faktikisht ndoshta të kontribojë qoftë edhe drejt të drejtave të punëtorëve në këtë rast. Një kisha me thënë, ndoshta është për me promovu edhe punën tonë, po në njëjtën kohë është një pjesë organizata, themi, qendra është Iniciativa Kosovare për Stabilitet, është KLPS që merren me raste domethënë të drejtave të punëtorëve, ku kemi buletina të ndryshme informative që ju tregojnë qytetarët që janë të drejtat bazike, qysh munden me i marrë këto drejta ku do të më drejtu në rast të shkeljeve. Që me bëna është tani përmbledhje për dikën që nuk hen me i lexu. Të drejtat e punëtorëve domethënë krejt burojnë pe ligjit të punës shumica dhe ligjeve tjera si siguria e shëndetit në punë. Çka është më rëndësi për qytetarët me ditë, ndoshta është që të marrëdhënia e punës nëse e bëjnë një përmbledhje shumë të shkurtër, kanë të drejtë 20 ditë pushimi vjetor, 20 ditë pushim mjekësor. Për shembull ka të drejtë një punëtor në rast që nuk njihet sot mirë mas me ardhur në punë, është pushim mjekësor që nuk ka nevojë as me dërgu letër prej mjekut ose çka do. Nuk duhet një dëshmi? Jo, përveç pushimit mjekësor që e merr më shumë se 3 ditë, të një pas njëshme, në ato raste kërkohet dëshmi. Po për shembull 2 ditë nuk njihesh mirë, mundesh me marrë, domethënë pushim mjekësor në këtë rast që nuk ki nevojë heq dëshmi. Okej, këto ason nuk e pas na ditë deri tash, kështu që mirë që ke ardhur Gersi. As na më nxjerr të lashëm. Kështu që janë disa prej këtyre që janë si ma bazike, në njëjtën kohë ka dispozita për nënat vetushqyse, në pjesën me gjithënje, pushimet dallojnë, variojnë, pushimi i leonis, për shembull nuk ka të drejtë punëdhënësi me të heq nga puna sepse je shtatzon, ose nuk ka të drejtë mos me ta pagu pjesën e pushimit të leonis 6 muajshin e parë. Të gjitha këto janë të drejta që burojnë nga kontrata punës. Në njëjtën kohë kena sigurinë e shëndetit në punë, varësisht ku je duke punuar në cilin sektor. Për shembull, është pjesa e AEK karrikën themi nëse punon zyre, të rehatshme për ty sepse kjo mund të shpijë në probleme themi në shpinë që kanë me kushtu shumë më shumë vonë edhe në njëjtën kohë është pjesë e të drejtave të tua si punëtor.